Tani Kurti nuk ka qenë i qartë që është vetë mandatar apo do ta propozon dikën tjetër. Në takimin e sotëm presidentja pra kërkoi nga ne që të sqarojmë a e kemi shumicën parlamentare për qeveri, dikush nga ne nëse e ka, dhe njëkohësisht kërkoj nga ne edhe mundësinë që të gjenden zgjidhje të ndërkohshme për çështjen e buxhetit, si dhe çështjen e marrëveshjes për fondin për zhvillim pra nga BE. Deputeti që në emër të shumicës dështoi në seancën paraprake kërkoi edhe disa ditë që nuk ishte shumë serioze kjo kërkesë. Megjithatë presidentja ka deri me 5 nëntor pra afat kushtetues 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra qëndrimi i aleancës ishte i himi që ne nuk dëshirojmë i hub kohë vendit, pra në fatin më të parë kushtetues të veprohet të mbahen zgjedhjet parlamentare.